Hello dhe mirë se vini në një video tjetër që është një video shumë speciale. Sot do bëjmë një video Q&A, ose ndryshe, për ju që se dini, do bëjmë pyetje dhe përgjigje. Shumica nga ju ma keni bëra një story në Instagram që më bëni sa më shumë pyetje dhe më kanë ardhur pyetje që kanë bërë screenshot këtu, gjë që do t'ju tregoj edhe këtu në ekranin tuaj pa merak, me fuqinë e editimit do bëjmë çdo gjë dhe sot do bëj gjë speciale, do bëj Q&A dhe çdo pyetje do ketë një vend ndryshe. Siç po shikoni jam këtu për jashtë në mes të Athinës. Pas pyetjes së parë, pyetjen e dytë do e bëjmë në një vend tjetër komplet ndryshe të Athinës. Besoj se do jetë një ide shumë e bukur dhe brillante, gjë e cila s'e ka bërë as edhe një njeri më përpara, as e youtuber besoj, shqiptar bëhet fjalë. Atëherë, pyetja e parë fare është nga Egli Dhëmbi, gjë e cila është një pyetje e thjeshtë si për fillim domethënë, edhe është një pyetje se sa vjeç je. Për gjithë ju që se dini, unë tani për tani jam 18 vjeç, data sot është 26 mars 2025 dhe unë me 19 maj 2025 bëj 19 vjeç. Do të thënë që për punë 2 muaj, 1 muaj e gjysmë diçka e tillë, unë bëj 19 vjeç. Okej? Tani shkojmë tek veni tjetër. Tani pyetja e dytë është, dhe siç po shikoni këtu mbrapa me, është një ndërtesë historike dhe antike dhe këtu poshtë kemi aca gjëra interesante antike, nuk e di se çfarë janë, duket se janë banjo të vjetra antike. Dhe pyetja e dytë në vendin tjetër tani është nga Reni Spahiu, gjë e cila ka bërë një pyetje interesante dhe të bukur, që është kush ka qenë ëndra jote e parë. Tani nëse se më bëhet fjalë për ëndrën kur kam qenë i vogël, se çfarë duhet bëhem që të rritem, është çika çuditshme, sepse unë kur kam qenë i vogël unë kisha shumë qef të bëhesha shofer, po shofer autobusi është problemi, jo shofer makine, kështu garash. Do të thënë, ëndra ime pak ka qenë me qenë shofer autobusi. Por me kalimin e kohës duke u rritur tani, nëse ke fjalën për tani që jam i rritur, thjesht jem sa më suksesshëm në jetime me punën me të gjitha. Okej, tani kemi ardhur në një vend tjetër dhe jemi tek pyetja e tretë. Pyetja e tretë është një pyetje normale dhe e thjeshtë, që është a do bësh vlog? Po, unë që kur kam marrë në Athinë, madje para se marrë në Athinë kam nisë vlogun që në aeroportin e Tiranës, mos gabofsha, dhe dita e sotme që është vetëm tu xhiru, tu marr me video, do të thënë edhe shijoj udhëtimin tim, plus edhe bëj video për audiencën time. Prandaj po, jo vetëm një, por mund të kemi 2 ose më shumë. Kaq di më thënë. Okej? Tani do shkojmë në vendin tjetër. Okej, tani jemi në një vend tjetër, dhe vend shumë të bukur dhe special, siç po shikoni mbrapa meje. Dhe siç po e dëgjoni melodinë në sfond, nuk është se kam vendosur me fuqinë e editimit. Thjesht është një person tjetër aty në të majtën time që ku i bie një vegle, një instrumenti. Dhe me këtë pjesë kaq të bukur mbrapa meje dhe me këtë muzikë në sfond, duhet të përgjigjem me pyetje tepër interesante dhe të shumt. A ke të dashur? Come on bro, çfarë është kjo pyetje idiote vëlla? Kam jetën time personale, ju lutem shumë mos ndërhyni shumë aty. Kur ta merrni vesh? Okej. Kur mos ta merrni vesh? Okej, pra. Ikim te veni tjetër vëlla se na çmenëm me këto pyetje. Okej, tani jemi në një vend tjetër, siç po shikoni mbrapa meje, dhe kam një pyetje tepër interesante që më ka ardhur, por që bossi do që të jetë anonim. Okej, e respektojmë. Edhe është një pyetje shumë interesante. A je i lumtur që ke hapur YouTube, do të thënë kanal YouTube? Po. Që ku kam kanalin e YouTube-it e deri më tani, jeta më ka shkuar siç kam qef unë, si me mësime, si me YouTube-in, si me punën, si me të gjitha. Nuk e di vëlla, çdo gjë po më ecën mbar. Prandaj po, jam shumë i lumtur që kam hapur kanalin tim të YouTube-it dhe do vazhdoj derisa të vi koha që do e lëm, sepse s'do rrim përjetësisht. Ka veni tjetër. Okej, si po shikoni, jemi në një vend tjetër, por të gjelbëruar kësaj radhe, si po shikoni mbrapa meje. Edhe është një pyetje tjetër interesante që vjen nga Maeli dhe është një pyetje që nuk e di as vet, por është sa suba mendon se do lësh kur të vi 2026? Një pyetje interesante, por domethënë bossi ka bërë pyetjen deri me 31 dhjetor të 2025-s. Sa suba do marrësh? Domethënë, unë tani për tani jam 27200 suba, gjë e cila jam të marr shumë suba ditë për ditë sepse jam të postu video, po. Dhe shpresoj qefi im është që këtë vit ta mbyll mbi 40000 subscribers deri në 31 dhjetor të 2025-s, ose pse jo më Dësënimi im është që ta mbyll deri me 31 dhjetor me 40000 suba e më shumë, pse jo. Okej, tani jemi në një vend tjetër, siç po shikoni mbrapa meje, dhe është një pyetje tepër interesante që është nga Erlindi. Cili është ushqimi yt i preferuar? Domethënë cili është ushqimi im i preferuar? Ka një problem se unë jam shumë universal me ushqimet. Unë nuk është se kam një ushqim të preferuar dhe ai vetëm atë, por zakonisht jam më shumë i tunduar nga ana e kripurave sesa nga të ëmblat. Do të thënë,
jemi më shumë pjesë tek mishi, peshku, këto. Qoftë dalim tek mishi dhe peshku, janë preferumet e mia. Unë jaj që gjitha llojet e mishrave. Pastaj, po të dalim tek bota detare, çat keto vllau, këta pod, karkaleca, peshka, çat doni ju, gjitha, i kam shumë qef, janë shumë të mira. Këto. Pastaj nga zarzavatet, nga frutat edhe këto i konsumoj, nga frutat bëj ciknaze, themi drejtë. I kam kështu të selektuara. Nga zarzavatet, nga perimet domethënë, ku dëgjova vëlla? Për zotin se dis. Por edhe aty bëj një ciknaze, por si kam si punat frutave. Kjo është. Domethënë jam universal me ushqimet, ama nga bota ëmbëlsirave i kam selektuar me kështu me pikatore. Okej, tani jemi në një vend tjetër shumë të bukur si shikoni mbrapa meje dhe është një pyetje nga Dionzi, një pyetje tepër interesante, po zgjidh vetëm pyetje interesante më të bukura, ta dini këtë gjë. Në qoftë se nuk do ishe youtuber dhe streamer, çfarë pune do kishe bërë? Një pyetje interesante që më bë me vërtet që të vras mendjen, por në qoftë unë nga marrë që i vogël që 4 vjeç me kompjuter, duke formatu, duke bu budalliqe dhe me shumë mundësi do merresha te pjesa e kompjuterave si editor video që jam në një vend që editoj video, po ashtu montazhier domethënë editor ose xhirues, domethënë kameraman, diçka tillë që xhiroj video, por në qoftë se nuk do më hecte mirë te këto ose nuk do gjeja vend pune si kjo për shembull, me shumë mundësi do përfundoja duke qenë technical PC support diçka e tillë, nuk e di mirë, do thënë teknik, shkurt pasur pa gabime. As në qoftë se do isha marr fare me pjesën e kompjuterave me këto, me shumë mundësi do të përfundoja si pjesa tjetër dërmuese e shqiptarëve, kamarier banake, po mos di më majta bakan valla. Me shumë mundësi do ja pjesa tjetër në kokë kur shkoj atje me porosim. Yeah. Tani ikim në një vend tjetër. Tani jemi tek pyetja e 10 edhe me një muzikë në sfond që po i bie njëri kitarë sonë të majtën time. Kemi një pyetje interesante dhe të bukur nga Emanueli. Edhe pyetja është, në çfarë qyteti do jetoje në Greqi? Atëherë, në Greqi ka shumë qytete të bukura edhe interesante. Por unë jam me preferenca, gjë e cila këtu në Athinë është shumë bukur, por nuk është për me jetu sepse ka shumë njerëz shumë rrëmuj dhe unë nuk jam tip që i preferoj qytetet e mëdha, metropole me shumë njerëz. Selaniku, mos them që është një lloj si Athina, por unë dua shumë Bregdetin, edhe Malin, edhe gjë të cila mund të themi që një herë kam shkuar në atë qytet dhe është Volosi, për ju që jetoni në Greqi, besoj se e dini se ku i bie Volosi. Nëse për ju që se dini, mund ta kontrolloni në Google dhe është një qytet shumë i bukur, ka një port që ka me shumë jahte të bukura dhe më pëlqen shumë si qytet. Tani jemi tek pyetja e fundit dhe ëmbëlsira është përfund si për herë. Siç po shikoni, mbrapa me është Akropoli i famshëm i Athinës dhe pyetja nuk është më në dorën e shikuesve, por nga kameramania jonë e famshme që do na bëj pyetjen tani. Leonardo, ja na thuaj, në cilë qytet do shkosh mbas Athinës? Okej, tani mbas Athinës ju do thoni ku do shkoj Leo, kështu ashtu. Nuk do shkoj Gjokundi një për një herë, por në të ardhme do bëhet fjalë se kam shumë qef që të shkoj në kryeqytetin e Italisë. Domethënë në Rom. Thuhet që është shumë i bukur, shumë antik, siç është Athina, me këto gjëra të bukura dhe pse mos shkoj në Rom? Çka? Kjo është e gjitha. Edhe bileta është e shtrenjtë, bëjnë çik gjëra kastrita. Kjo është e shtrenjtë. Edhe bileta është e lirë, mos bëjnë çik gjëra kastrita, ne kupton, nuk harxojmë shumë lekë, e këto budalliqe domethënë. Siç e pa domethënë, kjo është edhe video me Q&A, domethënë një video speciale interesante, besoj se e ka bërë njëri siç e kam bërë unë, besoj. Shpresoj mos kanë kopjuar në një njeri, mos vinë aty komentet Leo ke kopju kët, shpresoj, se nuk e di ndoshta. 10 pyetje në 10 vende të ndryshme të Athinës, siç e pa domethënë, dhe shifena videon tjetër. Bye bye.